Një dit, Albert Einstein po jep të mësim. Në drast në zez me shku mos përshkruante. 9 x 1 baraz me 9. 9 x 2 baraz me 18. Dhe kështu vazhdoj me radh, derisa në fund shkroj 9 x 10 baraz me 91. E tërë klasa shpërtheu në të qeshura. Përgjigja e sakt është 9 x 10 baraz me 90. Njerëzit filluan të thoshin, ky na që nga gjeniu i madh, po ky nuk do t'japi fare mësim. Ky është i paaft. Ky e bëri gabim ushtrimin. Pse duhet jetë në këtë shkollë? Einstein i priti sa mbaruan të gjithë të qeshurat dhe tha diçka. Juve qeshët me të madhe nga një ushtrim që unë bëra gabim. Në fakt, ju nuk u gëzuat që unë gjithë ushtrimet e tjera i bëra sakt. Kështu funksionon dhe shoqëria. Nuk ka rëndësi nëse një njeri është i suksesshëm apo jo. Të gjithë do qeshin sa po dikush të bëj gabimin e parë. Dhe t'i vënë së tregon që në tjetër. Ata të gjithë harojnë që i vetë njeri që nuk gabon është ai që s'bën asgjë. Shumë e vërtet.